Në përgjigjen e një fletë thirrje, biznesmeni Klodian Allajbeu u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme në SPAK mesditën e kësaj të martë, ku qëndroi rreth 3 orë. Allajbeu u shoqërua nga avokati i tij teksa doli nga godina e prokurorisë, ndërsa jashtë prisnin gazetarët për një reagim mbi arsyeën e paraqitjes së tij. Megjithatë, biznesmeni nuk bëri asnjë deklaratë për media dhe u largua nga ambientet e SPAK. Burime mediatike bëjnë me dije se paraqitja e tij lidhet me hetime që po zhvillon SPAK për koncesionin e laboratorëve në shëndetësi, një çështje që prej kohësh është nën verifikim nga organet e drejtësisë. Thirrja e Allajbeut është bërë në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Hetimet kanë përfshirë edhe kontrolle në kompani të lidhura me biznesmenin, mes tyre shoqëria Evita SHPK, si dhe verifikime në struktura të lidhura me Spitalin Amerikan, institucion që lidhet me aktivitetin e tij në sektorin e shëndetësisë. Kjo nuk është e parë që Allajbeu paraqitet në SPAK, pasi prokuroria ka nisur prej kohësh një seri verifikimesh mbi procedurat e koncesioneve dhe tenderave në sektorin e shëndetësisë, ku dyshohet për shkelje dhe favorizime në procedurat e prokurorimit publik.